se këta dëshirojnë me bloku, sepse për këta është një super ose mega luks, për deri sa nuk ka mundësi t'i kontrolloj kërkush. Kur tham kontroll, gjithmonë është fjala për kontroll demokratik dhe jo dini... Ama një koment, Gane, 24 orë ma herët, 48 ma herët e pon, prej Albin Kurti, deri te Kuran Murati, si ta, nëse deri me 4, nuk si presidenti, vengë shko në zirje. Edhe mas 24 orë i drejtun, gjykatës kushtetuese, do tash po shkoj ka vendi. Tash po shkoj, ama një koment për si të veprim. Kjo është koment, nuk i çka komenton, ta thash Fidan, këta janë, vetëm do të më lut Zotit sa më shpejt me jek piskenës politike, dhe me liru ato pozitat të cilat i kanë uzurpu. Thjesht, një kryetari partisë, kryeministër në këtë rast, që i merë njëherë 52%, njëherë 42%, dhe prap 51.11%, dhe bjen vendin në këtë gjendje që në ka i smeriton me qenë atë. Gane, jeni akuzum kuvend pikërisht nga lëvizjave vendosje, është akuzu Hashim Thasi, themeluesi i USK-s, Kadri Veseli, themeluesi i USK-s, Ramush Haradinaj, themeluesve të USK-s. Për tradhti, Fatmir Limaj, për tradhti, shantazh nga ndërkombëtarët, në pazargji me Serbin, me tokat edhe territorit e Kosovës, për me mbrojt veten prej gjykatave, për shantazhëm të thash. Dje ndodhi diçka krejt e kundërta. Po shkojmë me deklaratën nga Rashisit, për cilën sot e shtenë me thonë, jo mu ka përzi, mu s'ka përzi, është... Ama ka thonë Nenadi, jo Albini. Po, Nenadi dhëtë për Albinin, po reagimin sot që e bani Nenadi, e bani reagimin e njëtë që ka bo dje zonin si qeverisë Pjarro Jami, ka qenë zyrtar, se di njerë, se di historinë fort, djallit po e di që është tash i kërcënon edhe deputetët, e do mund njëtin sen për thotë Rashisit, po pengojmë Rashisin. Da se razumemo, sudske obaveza odavno je ona sudska obaveza. Po është e vërtet që ky ishte obligim ligjor që ma ti por askush nuk e zbatoi. Por këtë e zbatoi Albin Kurti, kështu që këto të tyret dhe e dini për krejt që kanë qenë aty nga Ramush Haradinaj e të mos i përmend. Dhe askush nuk e bëri këtë, pra ta zbatoi dhe rendi erdhi te Albini dhe këtë çmoi tani. Pra që atëherë më dëgjoj atë shumë dhe e kam theksuar para 2 viteve që kjo është vërtet e rëndësishme dhe në fund vija ajo ditë kur më thirri dhe më tha: "Sheh sot po e miratoj dhe ti e di që vetëm për ty dhe unë jam falëndërues." Pse mos jetë falëndërues? Vetëm për ty. Pse mos jetë falëndërues? Ka bon nder jetësore kombëtari ka bo këtina. Pse ky mos jetë falëndërues? Duhet të shkoj t'ja puth dorën Albin Kurtit, sepse tjerëve s'ka mujt m'ja marrë këta, çka e ka marrë Albin Kurtit? Atë kujtohet, nuk e di, nëse të vjen dërmend në një seancë parlamentare, pikërisht kur ishin këto akuzat ndaj ne si Parti Demokratike, që pa ta dalin në foltore, edhe i pa ta thonë Albin Kurtit, na çka do që e bojmë këtu. Haptas, ne nuk më shefemi. Se s'kemi çka me më shef. Çdo gjë që u bën këtë vend, në të mirë të këtij vendi, është bërë për Partisë Demokratike të Kosovës. Ai nuk guxon me dalë haptas në asnjë veprim. Kjo është vetëm një nga veprimet e Albin Kurtit, ende kanë dokë edhe vendime tjera trana për Kosovën. Dhe vjen shprehje deklarata e Kadri Veselit, që ka mja pa sherrin Kosova. Është ka ja sherrin Kosova, ja ka pa sherrin Kosova. Pasojat kemi me vujt me gjeneratat të tana. Sot, kur bota është në hulaj, kur bota është një pasigurit totale, kur shtetet më të forta botnore mundohen të krijojnë unitet, qetësi, stabilitet në vendet veta, çka ban Albin Kurti me Vjosa Osmanin? Krijojnë krizë totale institucionale në vend. Te kanë me dalë, e pa të akuzu Hashimin, Ramushin, Fatmirin, Isen, Abdullah Hotin, Ren. Po flasë për themelues të USK-s, po flasë për njerëz që kanë luftu, kanë dëshmu në këtë vend, i pa të akuzu për tregtime Serbin. Si e komenton mendimin për gjykatën 24 hektarë, deklaratën e Rashisit? Deklarata e Rashisit... Që pe bëj për ty, ti e hatri jotë, pe bëj, tha nuk e ka implementu kërkush për para, Ramush, jas tirta, po kjo implementoj, edhe ka bota veç për mu. Është skandal, është e dhimbshme për ne, po është skandal për shtetin. Dhe unë, vetë fakti që Albin Kurti të organizohet konferencë për media në burg sa ka qenë, vetë fakti që Albin Kurti nxinet me qebe në kry, që janë në raportet e policisë. Me mbrojt do procesin zotin Kurti. Vetë fakti... Gjykata atje, është qaruaj, të qebja nuk ka dollë kërës qebja. Unë po flasë për vendimin. Nuk me mbroj Albin Kurti. Të ky vendim është në që vetëm ka zë qëndrim. Po për dy situata, po menej që nuk përdajnë mbrojt e Kurti, për dy situata që nuk lidhen. Thash ka kronologi. Mire, konferenca në burg të kujtohet. Po,
cilit burgosur politik i është organizu konferencë. E kanë spjegu dhe burgosit, s'ka të bëjmë me organizim konferencë, ju kanë ras njeri, total pizikate, ju kanë ras. Edhe të shqipja s'po dojnë, shqipja nuk dujnë. Edhe këtu, rasisht, kjo habit. Kjo tjetër mabet, gane, kjo tjetër mabet, jo gane. Më në vesulidat e dy kronika. Prandaj këta justifikohen vazhdimsi, po djeli nuk mbulohet me shosh fidan. Po thu si ka është kronologji, si pas është një kronologji. Deklarata e Kadri Veselit, që kam ja pa sherrin Kosova, po finalizohet, Allah. Dyshon të Albin Kurti, si nuk... Shumë anë gjenë goja. Qa dyshon për Albin? Qa dyshon për Albin? Dyshoj që vetëm këtë vend nuk e donë. Vetëm vendit vetë nuk ja donë të mira. Vetëm për Kosovë nuk punon. Për kom punon? Kaq. Për kom punon? Për Nenad Rashicin. Nenadi, sot e ka bo një reagim, gati të njaj shumë e të zadhën si dje. Po, normal me kërkes qeveris. Zadhën si tha dje, tha dur, tha ju ka buva Rashici. Pa full Rashici, alo, konstatoj zadhën si qeverista, ka gabu dha Rashici, se ka pasur këtë punë. Njëjtën sot i tha Rashici, po na vidën e pam. Rashici po të vërtet është që më ka me kesardi, po themi, kanë nga tru këto dy nësarje, të cilat kanë qenë ofër njëra tjetërës dhe tash kanë kaluar 3 vjetë apo më shumë, gapi mirë kam thonë se që lidhet me këthimin e tokës e të svanë. Adin, per ironi, gjithë kësajna, Fidan, si kur Rashici, se Rashici jo dini që shumë shpesh fletë në gjuhën shqime, dhe fletë kogja pasër, po në rastin konkret, këtë dhëtë deklaratën në gjuhën e vetë. Gjuhën e vetë, po. Gjë që